komunizmën? Po me partitë e tjera minoritare? Ka 6 javë që nuk e flet asnjë fjalë as kur hyn as kur del nga kuvendi i pakonstituar. Por kur del jashtë kryeqytetit, Albin Kurti ka një arsyetim kur nuk ju përgjigjet gazetarëve. Për ato çështjet e tjera të bllokimeve janë në Prishtinë, ne jemi për ndërtim këto. Kështu kryeministri në detyrë reagoi të martën në Podujev, ku mori pjesë në vendosjen e gurthemelit për ndërtimin e objekteve për banim të përballueshëm. Në vend të përgjigjes për ngërçim politik, Kurti zgjodhi të përqendrohet në fajësimin e komunave për mungesë të interesimit për projekte si ky. E për këtë, ai bëri edhe një krahasim. Prej 38 komunave, vetëm 13 kanë aplikuar për banim të përballueshëm dhe social. Është për të ardhur keq, meqense çiftet e reja, prindrit vetushqyes, anë mban Kosovës kanë nevojë për banim të përballueshëm edhe social. Kurti e cilësoi ndërtimin e këtyre banesave si një lajm të mirë për llapjanët. 4 lloje të banesave do të jenë: banesa 53 metra katror, 66 metra katror, 77 metra katror dhe 87 metra katror. Projektin të suksesshëm e konsideroi edhe kryetari i Podujevës, Shpejtim Bulliqi, i cili tha se është ndër punët më të mëdha që po zhvillohen në këtë komunë. Mundësi përfitimi u tha se do kenë çiftet e reja, familjet me të ardhurat të ulta, si dhe grupet e cënueshme.